Është çelur në shtëpinë muze të piktorit Vangjush Mio edicioni i 15 i kolonisë ndërkombëtare të artit figurativ Ditët e Mios. Mbi 40 piktorë nga vende të ndryshme të botës do të zbulojnë magjinë e qytetit dhe fshatrave përreth, duke kthyer Korçën në një qendër të krijimtarisë artistike. Një edicion i cili është kuruar me shumë dashuri dhe profesionalizëm. Kemi shumë shtete nga gjithë bota, pa haruar gjithmonë piktorët vendas. Besoj dhe shpresoj që në 4 ditë piktorët do të lënë jo vetëm punët e tyre dhe krijimtarinë e tyre të mrekullueshme, e cila i shtohet fondit galerisë tonë, por do të vizitojnë dhe Korçën dhe gjithë qarkun e saj për këtë vjerë të mrekullueshme që ajo ka. Përpiqemi të ketë sa më shumë larmi dhe nga sa më shumë shtete të botës, sepse është një quhet internacionale kolonia. Prandaj edhe përpiqemi që të ketë sa më shumë pjesëmarrje nga shtetet të ndryshme të botës, Evropa po edhe më larg. Në këtë edicion, kolonisë janë bashkuar edhe artistë nga Ballkani Perëndimor. Ku ka më mirë se sa një dialog artistik me krijimtari dhe me vepra, të cilat bëhen së bashku. Artistët ndajnë me njëri tjetrin eksperiencat e tyre. Kolonia ndërkombëtare e artit figurativ Ditët e Mios nderon trashëgiminë e mjeshtrit Vangjush Mio, duke kthyer Korçën në një hapësirë të gjallë të ngjyrave, artit dhe bashkimit kulturor.